Alea, e themi edhe njërë bashkë me edukatorin historinë e re të muajt, si ka titullin historia? Ha? I riq dhe? moll. Bravo, i riqi dhe mollët. Pra është historia e muajt, i riqi dhe mollët. Kjo historia këtu, i riqi dhe mollët. Do na e thuash pak me fjalët e tua me duke parë figurat? Ha? Filloj me edukatorin? Një mëngjes, çfarë bëri një mëngjes i riqi? Për ku unis? Ke mollët. Ke mollët, jo ke mollët. Unis për të gjetur ushqim. Unis, e ata Amelia, unis për të gjetur ushqim. Mirë, u lodh. Dhe ndaloj ku ndaloj? Ku ndaloj? Shiko? Ke mollët. Jo ke mollët, poshtë një peme. Është pema ajo aty. Ndaloj poshtë një peme. Çfarë pa në tokë? Pa shumë moll. Shumë moll. Nga kishin rënë ato mollët? Nga pema. Nga pema. Kush i kishe hedhur mollët nga pema? Ha? Kush i kishe? Kush? Era, bravo, Era, i kishe shkundur Era dhe sheshi ishte mbushur me moll. Çfarë mendoj të bënte i riqi? Ha? Si tha? Si tha? Oh, sa shumë moll do ha dhe do zhdëpe me moll, ha? Do mush barku me moll. Mirë, po duke ngrënë, ç'a i vajti në mendje duke ngrënë? Duke ngrënë, ç'a i vajti në mendje? Mirë Joeli, prit se erdhe duke. Ç'a i vajti në mendje duke ngrënë? Shokët e vet, bravo, shokët e vet që edhe ata nuk kishin për të ngrënë. Dhe pastaj, ç'a mendoi të bënte? Mirë, tha, t'ia çoj edhe atyre ca moll, tha. Po si tha, unë në gojë mund të mbaj vetëm një. Atëherë ç'a bëri? U rrotullua dhe ç'a bëri? U kthye me? Si u kthye? Me shpinë? Ku u kthye? Mbi spi. Mbi kë u kthye moj? Mbi? Ç'a janë ato aty? Ha? Mbi moll, bravo Amelia, mbi moll moj. Dhe nguli në shpinë shumë moll. Dhe u nis, dhe ec, mbriti pranë strofullës së tij. Kush i doli përpara? I dolën? I riqet e tjerë dhe të gjithë morën nga një moll dhe filluan të hanin. I riqi filloi të shikonte si po i shikonte shokët? Si? I kënaqur moj Alea. I kënaqur që kishe sjell mollë shokët, nuk kishe menduar vetëm për vete. Ha? Dhe çfarë menduan shokët të bënin që nga ajo ditë? Që të gjithë shokët, sa herë të merrnin diçka për vete, do mendonin edhe për Vete. Jo vetëm për vete, moj? Do mendonin edhe për gjithë shokët. Bravo, për të gjithë shokët, jo vetëm për vete. Bravo. Mirë, pra ç'a kuptojmë nga gjithë kjo histori? Ne duhet të mendojmë vetëm për veten tonë apo të ndihmojmë edhe të tjerët? Të ndihmojmë edhe të tjerët, apo jo? Mirë. Perla, hajde ki edukatorja. Tashi, do e themi historinë bashkë me edukatorin, si ka titullin historia? I riqi? Dhe? I riqi dhe? Molla. Ha, Amelia? Molla. I riqi dhe Thuaj edhe një herë, i riqi dhe mollët. Po thuaj gjithë titullin, i riqi dhe mollët. Bravo, titulli i historisë tonë është i riqi dhe mollët. Ç'a bëri një ditë i riqi? U nis për ku? Për ku u nis? U nis për të gjetur çfarë? Ushqim. Bravo Amelia. U nis për gjetur ushqim. Bravo, hajde dhe Amelia këtu. Hajde, atë që do të Perla thua dhe ti. U nis për të gjetur ushqim, ha? Ushqim. Dhe ec, ndaloj ku ndaloj. Pran një? Ha, ku ndaloj? Pran një? Ç'a quhet kjo? Pran një? Peme me moll. Po ha, pra, shikon që është pemë. Pran një peme me moll. Nga pema ishin shkundur në tokë çfarë? Moll, shumë moll. Kush i kishte shkundur mollët nga pema? Era, bravo. Dhe sheshi ishte mbush me moll. Ç'a mendoi i riqi të bënte? Si tha? O, sa shumë. Ha moj, vazhdo thue. Moll, po. Do ha dhe do? Do?
mbush barkun. Do mbush barkun, bravo me moll. Do ha dhe do mbush barkun. Mirë, po duke ngrënë, i vajti në mendje kush? Kush i vajti në mendje? Kush janë këta? Çoçete. Shokët e ti. Shokët e ti. Dhe si tha? Rrit moll edhe këta. Do t'i çoj mollën e atyre, tha, po mirë, unë në gojë mbaj dot vetëm një moll, nuk mbaj më shumë. Atëherë çai vajti në mendje të bënte? U rrotullua dhe u kthye me shpinë mbi bravo mbi mollët. Dhe kur u ngrit në shpinën e tij kishte marrë shumë? Çfarë janë këto? Shumë moll. Dhe kur arriti në shtëpinë e tij në strovull, shokët e pan të gëzuar dhe morën prej tij nga një moll dhe filluan të hanin. Çfarë bëri pastaj Iriçi? Që nga ajo ditë të gjithë shokët nuk mendonin më vetëm për vete, por edhe për shokun e tyre. Shikon tash, Iriçi i gëzuar, shikon që shokët po han mollët dhe që nga ajo ditë menduan që edhe shokët e tjerë do merrin edhe për vete dhe për shokët, do mendonin edhe për shokët e tyre. Në rregull? Ha? Bravo. Çfarë kuptojmë nga kjo histori? Që ne duhet mendojmë vetëm për vete apo edhe të ndihmojmë të tjerët? Të ndihmojmë hapërat, të ndihmojmë edhe të? Bravo. Kujdes. Nuk bëjmë rëmuj gjatë ngrënies, sa edukatore.